Dhe ky grup i Khawarijve është grup shumë i rrezikshëm, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka paralajmëruar prej tyre para se kanë ardhur, dhe ka fol për ata me fjalë më të ashpra se sa që ka fol për xhinaçarët. Dhe ka thonë kilab ahli nar, qen e njerëzve të xhehenemit, për Khawarij. Dhe ka thonë se kush i vret ata ka tregu për vlerën e atij. Dhe kush vritet nga ata ka tregu gjithashtu për vlerën e atij. Dhe ka thonë sikur të kisha arrit ata dhe aqtulennehu, atëherë unë do t'i kisha vrarë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe këta Khawarijët, do me thonë, ata i bojnë muslimant qafir për ndonjë gjuna. Aleikum salam. Nëse ndonjë musliman vepron një gjuna, atëherë ata e quajnë atë si qafir. Dhe e sakta prej fjalëve dietarëve është se ata vetë nuk janë qafira. Edhe pse një grup i vogël prej selefit i ka bë tekfir Khawarijët, do me thonë, ka thonë se ata janë qafira. Por e sakta është se ata nuk janë qafira, por janë grupi më i keq dhe më i rrezikshëm i muslimanëve, dhe më i dëmshëm. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar, domethënë se çdo gjenerat që vinë ata, çdo herë që forcohen, bëhet një lloj grup dhe forcim, kjo ndërpritet, shkëputet domethënë. Pastaj prap fillojnë edhe një herë, derisa grupi i fundit i tyre lufton së bashku me Dexhal, me Dexhallin.